atje, sa dhe kemi të djela, po, jam musafir FCK Kosova Frankfurt. Ju kisha lutë të prezentoni para publikut arritjet tua, sukseset e të jua dhe thirrjet që më shqiptaria ndihmë që më është të kuptohet FCK lip sponsor 3. Na jemi këtu shoqat shpendime 1978 në Frankfurt. Ja kemi startu si jetë e re, shoqata jetë e re. Sot e kemi një sukses, një gëzim të madh, kemi ekipi hyp në ligë, Gruppenliga. Ajo është ekipi i trenerave, i kenë dim kush na ka ndihmu vullnetarisht, kush na ka ndihmu me financiarisht. Ju falenderoj të gjithëve shikuesve, edhe na shpresojmë që tash vjet për vjet ka një ligë më lart me hypën hesen të eri, dytën, tretën, dytën, parën ligë. Gjore sukses, a? Ju përshëndes, ishte kënaqësi për lojën e sotme, për të ardhmët e ekipit kisha pa të shqirë në ndihmë ma shumë. Për të ardhmen, siç e theki presidenti, kena arrit një me shkru historinë në krajës Oberliga të Frankfurtit, kena arrit me hyp në Gruppenliga. Për të ardhmen, nëse vazhdojmë kështu me këtë angazhim, me këtë spirit që kena, për të ardhmen shpresojmë që do të shkojmë histori edhe më të madhe, edhe do të hypim edhe një ligë më lart, edhe pse jo edhe më lart edhe s'ka kufi nëse punojna bashkë, nuk ka kush që na ndal. Respekt, desha të baj një pyetje, unë jam fansi FCK Kosova të të. Jam i shpesh me to, dhe sa di, a keni bashkëpunime? Kena bashkëpunime edhe me ekipet në krejt Gjermanie, kena këto dhe Rështista Topsin si kryetarin e shoqat e Federatës Futbollit në diasporë në Gjermani, edhe çdo vit shkojna te klubet shqiptare kur organizojnë turnire, i thirrim, bojna zhvillojmë lojë miqësore me ekipet kosovare, shqiptare, edhe janë fakt takimet më të bukura që na bashkojnë si popull. Shumë faleminderit, suksese. Përshëndetje zoti kryetar. Është hera e shpeshtë që shihemi, po s'kemi pas rast të jetë bisedojmë. Faleminderit që keni gjetë kohë me sot këtu në festën tonë madhështore që kemi në Frankfurt. Klubi Kosovë Frankfurtit një herë ish jetë e re. Gëzon fakti që me vite kena ecë një rrugë me të vërtet të lodhshme, mundimshme, po çdo herë kena pas sukses. Ju falenderoj gjeneratave që pe viteve 78 që e deri me sot, sa gjenerata ka defiluar ka klubi jonë, atëherë jo me të vërtet i lumtur që sot me ato gjenerata që kena nisë me lu futbollin, sot janë dhe kryetarë dhe presidenta të klubit. Për rezultatin deshta ti falenderoj më shumë ti sponsorët, po dhe lojtarët, kapitenin e ekipit, Plakron Thoqe, për parim Islamin, që për disa tjerë, por në gjithë kanë Arjen Mustafën, stafin e trenerave, që pa asnjë beneficion, pa asnjë shpenzim, na kanë dalë ndihmë dhe kanë punu me ne. Deshta ti falenderoj të thras gjithë biznesmenat të në Frankfurt dhe në periferi këtu, na bashkohen edhe na ndihmojnë, se na si komunitet jashtëzakonisht i fortë, na ndihmojnë edhe të mërijmë sa më lart që është punë. Shpresoj sukses. Shpresoj se unë do të jem për të si rregull me juve. Na jemi shkruar Gruppenliga është histori e madhe për popullin tonë, sidomos për komunitetin kosovar, që ekziston. E vërtet. Edhe këtë rezultatin tonë që kena më sot, na kanë shumë klube lakmi, edhe shumë klube që janë për 100-120 vjetë. Varë Zotin, na si popull, kena do të shkojmë çdo herë më lart edhe më mirë. Faleminderit. Ne arshëm do të shkojmë edhe në ligë më lart, në Bundesliga dhe tanaj do të na apet. Faleminderit. Andet një ashtu për ju. Jestu edhe financiisht keni mësafirin. Faleminderit.
Vazhdoj. për me festue. Është kënaqësi femi konjuca që jem para ti. Konjuri, faleminderit. Na prezantoi pak para publikut. Po, ju thëmë vërtetën, unë e poshtë për mjetet informimit që FC Kosova po lunë dhe e ka një distancën në Poena, ku në kundërshtarët që po shkon një rang më lartë, erdha ishte kënaqësi e poshtë një ekip shumë të mirë, u kënaqëm me plot shikues këtu, presëm edhe rezultate më të mira, kështu që me zemër i dëshiroj aty në lojtarëve që e dhanë kontribut shumë të madh dhe një lojë shumë të mirë. Unë isha i gëzuar edhe pse ndodhi pak një eksesi vogël, u lëndu një lojtar inshallah ai kthehet në fushë Gjelbert sa më shpejt, por është e kaluar për to inshallah i bashkohet lojtarëve dhe shokëve tjerë në ekip. I uroj FC Kosovës krejt njerëzve që kanë punuar në klub, krejt për atyne më të parit të tekthirtit të treneri e lojtarë që ka dhënë kontributin, jem shumë i kënaqur me këto që e posh, një progres i madh në futboll. Edhe unë, po, si minet, falenderoj që more guzim t'jesh para kamerës time. Do t'jesh në kanalet e mia. I përshëndes krejt shikues që janë në diasporë edhe i dëshiroj gjithkund suksese, si në punë edhe në sport gjithashtu. Kjo kishte kënaqësi, ishim të bu shumë njerëz për me dhënë për krahje FC Kosovës. Jem kënaqur me fitore. Një pyetje që më pasionit, çfarë është pasionit? Natyra, sporti. Unë jam me profesion trener i futbollit. Trener i futbollit. Po, trener i futbollit, mirë po, edhe natyrën, heci, vrapoj, snalna akoma. I kam qëto vjetë, edhe pse futbollistët në Kosovë më njohin. Tani që të vazhdojmë pak manifestimin, që kemë përpara, që kemi manifestimin, shkojmë përpara pak, se pak ka ndodhur që e shpjegoj pak më atë një keqe që ka avrali lojtar, po. Po, inshallah. Ja vërtet. Është e kaluar ajo, inshallah lojtari shërohet shumë shpejt, kthehet fushën e Gjelbert i shokëve, edhe kanë sukses gjithmonë. Fundim po, Për fund, mesazhi jam është që socializohen shqiptarët kudo që janë, me sport, me punë, me ndihma njëri tjetrit solidare, se ne jemi të afër me të bashkuar. Faleminderit.